Emisioni sotëm është emisioni i cili ndahet sërish në dy pjesë. Në pjesën e parë të emisionit, një personazh i rëndësishëm i jetës religioze, por jo vetëm shqiptare, është i ftuar në opinion. Në fakt, kam qenë unë që kam intervistuar atë në një nga ambientet e kishës ortodokse autokefale shqiptare. Bëhet fjalë për fort lumturinë e tij Imzot Joanin, kryepeshkopi i Tiranës, Durrësit dhe i gjithë Shqipërisë. Imzot Joani, i cili është Joan Pelushi, ka lindur në Shqipërinë komuniste. Ai është rritur në Tiranën e viteve 60, 70, 80, duke pasur një personalitet, po themi, shumë interesant. Ka jetuar në një lagje në zemrën e asaj që konsiderohej Tirana e ftohtë me komunizmin. Një Tiranë e cila e kontestonte komunizmin me heshtje, pa veprime, por ku njerëzit flisnin relativisht lirshëm me njëri tjetrin, ku kishte sinqeritet dhe ku në rrugizat e cilës ai mori kontaktet e tij të para me besimin fetar. Ai u njoh fillimisht me librat fetar, filloi të hynte në botën e fesë pas një kontakti me Petrozhej, një prej intelektualëve më brillant që Shqipëria e atyre viteve ka pasur. I lindur dhe i rritur, i pagzuar në fshehtësi në Shqipërinë e asaj kohe, Joan Pelushi emigroi që në vitet e para, në fillimin në Itali dhe në pas Shtetet Bashkuara të Amerikës. Po ishte një prej atyre emigrantëve që vendosi të kthehej sërish në Shqipëri, mbasi kreu shkollën teologjike në Boston të Shtetet Bashkuara të Amerikës. Ai vendosi t'i përkushtohej besimit fetar dhe Zotit.